Tensionet midis Venezuelës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në një fazë të re pas mbërritjes së aeroplanbajtses amerikane USS Gerald Ford në ujërat e Amerikës Latine, një lëvizje që Caracasi e cilëson si kërcënim imperialist. Në përgjigje, ministri i mbrojtjes i Venezuelës njoftoi nisjen e një mobilizimi masiv ushtarak në të gjithë vendin, që përfshin forcat toksore, ajrore dhe detare, si edhe milicin bolivariane, një strukturë rezerviste e krijuar nga ish-presidenti Hugo Chavez. Ushtrimet, sipas Lopez, kanë për qëllim optimizimin e komandës dhe mbrojtjen e vendit në kuadër të planit të pavarësisë 200 të presidentit Nicolas Maduro. Në anën tjetër, SBA-t kanë forcuar praninë e tyre ushtarake në Karaibe dhe Amerikën Qendrore. Grupi i goditës si aeroplanbajtses Ford shoqërohet nga 3 shkatrues, një kryqëzor, një nëndetëse sulmi dhe më shumë se 4.000 marinar. Në total, në rajon ndodhen rreth 15.000 trupa amerikan, përfshirë njësi të grupit amfib dhe avion luftarak F-35 të dislokuar në Puerto Rico, ku janë parë edhe dron MK-9 Reaper. Washingtoni justifikon këtë prani si pjesë të operacioneve kundër trafikut të drogës, por qeveria e Venezuelës e sheh si përpjekje për ndërhyrje të fshehtë dhe ndryshim regjimi. Në të kaluarën, ish-presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar se kishte autorizuar CIA-n për operacione në Venezuelë, duke ushqyer dyshimet e Caracasit. Sipas analistëve ndërkombëtar, lëvizjet e fundit shënojnë nivelin më të lartë të tensioneve që nga kriza e vitit 2019, kur SBA-t njohën opozitarin Juan Guaido si president legjitim. Situata aktuale po vlerësohet si një test i ri e ekuilibrave gjeopolitik në Amerikën Latine, mes një Venezuele të mbështetur nga Rusia, Kina dhe Irani dhe një SBA-je që kërkon të ruajë ndikimin tradicional në rajon. Megjithëse asnjëra palë nuk pritet të ndërmarrë veprimet menjëhershme luftarake, rritja e pranisë ushtarake dhe retorika e ashpër ka ngritur shqetësime për një përshkallëzim të mundshëm në Karaibe, një rajon ku tensionet historikisht kanë pasur pasoja globale.